ti e gjon partnerin, pastaj fillon realiteti dhe 50% ose 60% i asaj që ti ke pas ideale mundet më realizu. Shpesh partnerët kur i dhon fund lidhjes tyne dhe divorcohen, ata nuk i kanë zhvilluar diskutimet e fundit njëri me tjetrin, sepse nuk ka konflikt i cili nuk mundet më zgjidh. Dhe shpesh partnerët janë gjendje me kriju konflikte ndërmjet veti për shkak me shujt qatë egoizmin e përëndve tonë që dëshirojnë me na majt vazhdimisht në dorën e tyre. Krejt projektet tona të mëdha ose planet kur i kena për të ardhmen, ato e kanë një farë sistemi. Qaj sistemi bjen që është ideale dhe reale. Dy sisteme ose dy forma. Për shembull, ti planifikon me shku ndeti, dhe kur ti planifikon me shku ndeti, ti vazhdimisht i ki idenë që ti ki më knaq, që ti ki me kalu mirë, dhe këtë gjanat ma pozitive të mundshme që mundën me ndodhë. Mi po në realitet, ka me ndodhë realiteti, sepse kur shkon ti ballafaqohesh me realitetin. E njëjta është edhe te gjetja e partnerit, kur na dyna me gjet partnerin, menimet tona janë ideale. Qysh një partner kish me kon forma më e mirë e mundshme e tina për me u përgjigj kërkesave, nevojave të mia personale që i kam. Po kjo është në realitet ajo që është ideale. Kur është ideale është shumë filozofike, është shumë mendjen tonë. Po kjo nuk është në realitet. Se i bjen që kur ti e gjon partnerin, pastaj fillon realiteti dhe 50% ose 60% i asaj që ti ke pas ideale mundet më realizu. Po jo 100% që i sajna, sepse nuk ka mundësi. Kështu që prandaj na mundum shpesh edhe me kriju konflikt. Kush e krijon konfliktin që kjo që ti për partnerin tanë menon që ajo është ideali, po në realitet është reali aja cila po ndodh edhe personi që ti ke gjetë. Kështu që na për me gjetë një partner ideal, sigurisht është shumë e mirë që kjo që na idealizojna, filozofojna, që është partneri jonë me kanë, mirë po kur ballafaqohemi pastaj në realitet, do të mu pajtu që nuk ka me ndodhë që ajo është ideale. Sepse normal, fillimisht në qoftë se nuk është në filozofinë tonë, mendjes tonë, edhe në këtë rast në atë idealizma tona, normal që asë realitet nuk mundet më bëjë. Kështu që është mirë që na e kemi që aspektin filozofik, që është na e mendojna, që e parashikojna na partnerin tonë ideal, mirë po kur ndodh me gjetë partnerin, pastaj nuk dush mu dëshpëru se nuk po ndodh qaja ideale cilën ti e ke menu. Kjo tash normal që është një farë konflikti në përgjithësi në botën moderne ku na po jetojna, sepse shumë vite ma përpara para botës moderne, kushtimisht para botës të AI-s, njerëzit, për shembull gjinia femërore ka prit që gjinia mashkullore ka me bë propozimin, ka me marr hapin e parë, ka me bën një lëvizje të caktuar, cila ka me tërheq ndrejtimin e gjetjes një partneri. Po tash i bjen që meshkujt në kohën moderne, njëkohësisht edhe femrat, i kanë pritjet e njëjta, për shembull, cili duhet i pari me afru cilit. Dhe kështu që kjo e ban që shpesh na mos me pas marrë guximin, qoftë djali, qoftë vajza, me ofru një partneri të mundshëm, sepse ka atë frikën e mbrëmshme që çka ka me ndodh, ose ka frikën e mbrëmshme të refuzimit. Një konflikt tjetër shpesh që e vren gjetjet partnerit është sepse ti don me gjetë partnerin, po don me kon i sigurt që krejt jetën ti kime vazhdu me qëndru me qatë partner, që i bjen që ti s'ki mu divorcu kur. Po kjo është ideal, ja kish me qenë ti mos më divorcu kur. Po normal kur na bashkohemi me një partner, tash më e dina qysh është partneri, ç'është është me pas një partner, kjo është ndryshim edhe për neve, është ndryshim edhe për partnerin tonë. Kështu që kur na në realitet ballafaqohemi me krejt personalitetin, cilësi që i ka partneri jonë, tash mundom me thonë që është ideal ose s'është ideal. Është ideal ose s'është ideal në kuptimin asaj çka unë kam kërku, ose nashta më mirë me thonë është i përshtatshëm ose s'është i përshtatshëm. Kështu që për me gjetë partnerin ideal, normal ti dush me kriju një filozofi në mendjen tone, mirë po ajo kur ti e gjon partnerin, aja do të me kone natyrshme, dhe që shko me kone natyrshme është, fillon një bisedë thjesht që ti kemi zhvillu, edhe që aja biseda e thjesht ka me tregu apo tërhiq ose s'po tërhiq. Shpesh njerëzit partneritetin e shohin edhe si interes. Për shembull, te vajzat mund me pas interes i djalit kur ai po afrohet, ose djalit kur po afrohet vajza. Dhe kështu që nëse ti peshes si interes, atë do të më këshyr cilat janë interesat e tu. Sepse normal në partneritet na kemi një farë interesi. Dhe njerëzit në interesin shpesh mund me marrë sikur ai aspekti material që ti don me përfitu aspektin material, po edhe aspektet emocionale kanë atë fushën ose veprimtarinë e vete që mundën me ka interes. Për shembull, çaj bashkimi i jam me partnerin tim dhe na dojna me kriju një familje të mirë, një familje të shëndetshëm, dhe për me kriju një familje të shëndetshëm, nëse është në planet e mia, atëherë edhe partneri jam do të me ka një përshtatshëm për mua, sepse bashkë na kena me rrit disa fëmijë, të cilët pastaj kanë me dalë në botën në përgjithësi dhe kanë me vepru dhe kanë me bë veprimet e tyre.
Qysh ndikon raporti me prindërit mandej matutjen e gjetjen e partnerit ose partneres? Na kemi një farë filozofie mrena për mrena psikologjisë, që kjo filozofia jo mrena për mrena psikologjisë ka herë s'është e saktë. Mirë po, shumicën e rasteve na e shohim si të saktë. Për shembull, në diskutim me sipër kur ti po flet me partnerin tan, në një farë mënyrë djali përpiqet me gjetë partnerin e vet me pas disa cilësi që mundet me pas prindët e tina. Dhe specifikisht djali ka me kqyr me gjetë një partnere cila ka cilësitë e nanës tina. Përderisa djali në këtë rast e lyp te nana dhe vajza e lyp babën e saj. Jo nuk po flasim kuptimin e plotësimit nevoja fiziologjike së gjëra të tjera, po flasim atë aspektin e sjelljes, atë aspektin e karakterit të mbrëmshëm, asaj anës tonë të mbrëmshme. Dhe mungesë të mosgjetjes që sajna, sepse na kur bëjmë një shkputje, një atashim prej prindëve tonë, sigurisht dojna me kriju një atashim me një person të ri dhe nuk dojmë i hup çat atashimin që kemi pas paraprakisht. Sepse qoftë në gjetjet të partnerit, qoftë kur ti krijon familjen, normal këto janë fazat ndryshimit. Dhe kur ti gjatë partnerin, ti veç përgatitesh tash mu shkput për prindëve tu. Mi po, si prind, qysh e sheh lidhjen e fëmijës tan, e sheh si shkputje e përhershme që ai më nuk ka me ka një yti. Dhe ti fillon tash një farë ndjenje të keqe të mbrëmshme, çka ka me bën one, ndjenja për ekzistencë, me rujt çat lidhen që ti e ke pas, sepse ki frikë të madhe, sidomos nana ka frikë të madhe që djalin e ka humb krejt për shkak të partnerit. Dhe nuk është veç kulturore, kjo është edhe emocionale, sepse kjo në lidhje do të më ndodh. Mi po në këtë rast nuk dush me menu shumë për prindërit e tu, sepse ata kanë kry fazën e vet të jetës. Dhe shpesh partnerët janë gjendje me kriju konflikte ndërmjet veti për shkak me shujt qatë egoizmin e prindëve tonë që dëshirojnë me na majt vazhdimisht në dorën e tyre. Normal kjo ka ndryshuar me kalimin e kohës, mi po vazhdon me ka konflikt serioz dëshirat e prindëve për fëmijët e vet. Mi po në gjetjet partnerit specifikisht ti duhesh me gjetë partnerin tan që ti e don, që ti ke thonë po, jo që i kanë thonë prindët tu ose i ka thonë dikush tjetër. Sepse edhe nëse ke gabu, kur do që ti gabon me partnerin tan, është shumë më e pranueshme nëse gabimi ka qenë veç i joti. Mi po nuk ka me kanë shumë pak e pranueshme nëse gabimi ka orë si rezultat që ti e nxit pej prindëve tu ose e nxit pej shokut ose shoqës ose kujdo qoftë tjetër. Kështu që kjo pastaj zgjedh edhe konfliktet e tjera.